Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Para 2 dekadash, Kosova qëndronte më mirë për integrime evropiane se sa Shqipëria. Qështu pa të thonë me një deklarim publik ambasadori suedis në Kosovë në atë kohë, Jonas Westerland. Kosova është vend pro-evropian, bile qaq pro-evropian, jemi son ditën e Evropës, kur krejt Evropa punën, na e marim pushim për me festu ditën e Evropës. Brenda një periudhe prej 16 muajsh të fundit, Kosova do të organizoj zgjedhjet e treta parlamentare. Vendi ka hyrë në një blokadë institucionale e cila nuk dihet sakt kur ka me përfundu. Në ndërkohë shteti më i ri në Evropë, ne jemi kritiku për progresin që se kemi bo, pra regresin gjatë vitet të fundit në integrim të mekanizmave ndërkombëtar, madje viti 2025 u quajt si vit i humbur në integrime evropiane për shkak të krizave në skenën politike të vendit, kështu theksoi raporti vjetor i Parlamentit Evropian për Kosovën. Kosova për gati 12 muaj ishte me qeverin detyrë, ndërsa aktualisht edhe prezidenca drejtohet prej një ushtruesit e detyrës. Tash jemi shumë afër fushatës zgjedhore dhe për të diskutuar punën më të rëndësishme që e kene integrimet në Evropë, në studio kemi ftu. Jeton Zulfën, i cili është kryer negociator i Kosovës për integrim evropian në qeveritë Kosovës. Mimoza Ahmeti, ish ministre integrimit evropian nga Partia Demokratike e Kosovës në atë kohë, sot profesoresh. Gazmen Qoraj, profesor në Universitetin e Prishtinës, ligjërues i integrimeve evropiane në Fakultet Ekonomik. Pra, sot kemi një debat me njerë që s'janë në lista zgjedhore. Edhe pse jemi në prag të fushatës zgjedhore, debati sot po zhvillohet me njerëz që nuk janë në lista zgjedhore, për shkak se pa marrë parasysh kush fiton, qysh fiton në 10 vitet e ardhshme, në dekadët tonë, na që të punë kena me pas. Duhet mi përgatitë institucionet për integrim dashtëm, sepse ky është synimi jon. Jeton, po e fillojmë me deklaratën e ambasadorit Jonas që në integrimin BE na ka kalu Shqipnia e nuk ka qenë që ka që për para. Faleminderit Jeta për debatin dhe për mundësinë për të biseduar për procesin e integrimeve. Deklarata, mendoj që nuk është faktike, është janë më shumë si rrjedhojë e frustrimit ndoshta me këto blokada që e kemi në kuvend, por s'ka të bëjë me gjendjen faktike, sepse para 20 viteve, Kosova nuk i kishte, nëse në një prill e festum 10 vjetorin e MSA-s. Para menune si një suedes, po frustrohet e ata së të ftoft, jo gjak ftoft. Publiku jonë o ka kollët. Edhe mazi. Por andaj duhet të them që nuk ka të bëjë me gjendjen faktike. Ne kemi tash liberalizim të vizave, kemi apliku për antarësim në Bashkimin Evropian, kemi marrëveshje kontraktuale me BE-n, GDP-ja e Kosovës është rrit gati për 200% për capita nëse e krahasojmë me vitin 2013 apo kur po flet ambasadori. Papunësia ka qenë afër 35%, tash është rreth 9%. Ndërkohë që pothuajse në të gjithë kapitujt në të cilët na vlerëson Bashkimi Evropian, kemi qenë në fazë të hershme, sepse ka qenë periudhë hershme. 9% papunësia që të thonë ku e ke marrë jeton? 9% papunësia? Papunësia 9% është sipas vetë vlerësimeve të Bashkimit Evropian. Në raportet e tyre të progresit, tani varion prej vitit në vit, po për këtë vit, për vitin që shkoj, është rreth 9.8%, e që nëse krahasohet me vitin 2013, ta zëm, ka qenë 35%. Por nësë kisha folë për këto 20 vite, sepse mendoj që deklarata është e pavend, edhe nuk mund të krahasohet as pak progresi, nuk mund të thuhet që vendi ka qenë afër antarësimit, më afër para 20 vjetës së tashme. Më thënë është deklarate pa vend, do ta quaj unë.
për cilën besoj që me qenë ma sakt, ka thonë që na kemi qenë para Shqipnis edhe neve na ka kalu Shqipnia sot. Do me thonë, për shpejtësin që kanë hecë ata, jënë shqiptarë dhe ata, e kanë mëri ma ofër se na, ana këna qenë ma përpara tyre. Që këto e ka menu? Po, s'ka kontekst para 20 viteve, është viti 2006, nuk ka kontekst fare krahasus me Shqipërinë në atë kohë. Po s'ka, sepse vizat i ka marrë Shqipëria, nëse nuk gaboj, në vitin 2009 liberalizimi vizave ka ndodhë për Shqipërinë. Ndërkohë që na kemi marrë 2024 liberalizimin e vizave. Si pas ka qenë Kosova para Shqipërisë në atë kohë. Ajo ka apliku në vitin 2012 për antarësim. Ne kemi apliku në 2022. Na mund të hymë rënë statistika, po menej që është deklarate pa vend dhe si ambasador besoj që do duhet të jep këtë kontekst ambasadori i Westerlund, për cilin si shtet i Bashkimit Evropian ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe ndërtimin e Republikës Kosovës, sidomos përmes agjencisë SIDA, diku rreth 100 milion euro kanë investu në Kosovë dhe është në 5 donatorë kryesor Suedia. Mimos? Pa hyte deklarata e ambasadorit, por Kosova me të vërtet e meriton të bëhet një analizë në retrospektiv ku kemi qenë dhe ku jemi. Kosova nuk ka ngesë mrapa vetëm në vitin 2025, por Kosova është duke ngesë tash e 6 vite. Prej kohës kur është nënshkru marrëveshja për stabilizim dhe asocim, në 2014 dhe që në 2016 ka hyrë në fuqi, dhe prej kur është marrë aprovimi për liberalizimin e vizave, do të thënë 2 momente shumë të rëndësishme për Kosovën, ne jo vetëm që kemi stagnu, por jemi kthyer pas. Pse po e them? Ka qenë shumë periudhë premtuese për Kosovën. Me të vërtetë, ne kemi pas në atë kohë dialogun, po flas deri në vitin 2016. Ne kemi pas dialogun në vazhdimsi, arritjen e marrëveshjes në Bruxelles. Ne kemi pas marrjen e dritës së gjelbërt për liberalizimin e vizave në atë kohë. Janë plotësuar të gjitha kushtet në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, i cili pas shpalljes së deklaratës së pavarësisë, si dhe pas vendimit të GND-s për pavarësinë e Kosovës, është dokumenti më i rëndësishëm që Kosova e ka marrë në politikën e jashtme dhe që e ka vullos shtetëndërtimin e Kosovës, dhe ne kemi mri me 5 shtete jo njose me marrë një marrëveshje të tillë që e ka vullos rrugtimin tonë drejt BE-s, dhe prej asaj kohe është një stagnim. Jo vetëm stagnim, po kthim pas. Ne arritëm, jo vetëm që nuk aplikuam për antarësim, për marrjen e statusit kandidat në vitin 2022, në një formë komplet të gabuar, sepse në vend se kërkesa për marrjen e statusit kandidat të dërgohej në Bruxelles, aty ku janë institucionet e BE-s, neve na u tha të dërgohej tek presidenca çeke, do të thënë që është komplet gabim në hapa dhe që gjë e cila nuk bëhet pa një shtet sponsorizues, pa një shtet përkrahas, nuk mund të aplikosh për antarësim pa e pas një shtet i cili të përkrah. Bosna ka apliku për antarësim për marrjen e statusit kandidat dhe partneri i tyre, shteti lobus ka qenë Holanda dhe ka qenë Kroacia dhe vazhdojnë edhe sot ta përkrahin. Ka dole, veç jetu thonë s'kena asnjë shtet përkrahasa? Ne kemi apliku dhe nga Bruxelles na është thënë dërgojeni kërkesën tek presidenca çeke, do me thënë gabim në hapa komplet. Apo tu si vetë Bruxelles na ka thonë me dërgute? Po pra, sepse nuk të kanë marrë partner serios. Sepse nuk e, vetëm ta përfundoj, jeton se unë e të ndigjova. Prej 2022-s, Komisioni Evropian është dashur ta trajtoj kërkesën tonë, asnjëherë nuk është trajtuar. Qysh bërë sipas te partner serios, ka ndush me pas? Por ke shtete aleate, partnere, shtetet brenda BE-s, 27 shtete, patjetër që duhet ta kesh përkrahjen e tyre në procesin drejt integrimit në BE. Ashtu si që kemi marrë dhe kemi nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asocim, rrugtimin e njëjtë duhet të ndjekur në të gjithë procesin integrues. Neve na ka met kërkesa në sirtar dhe kur nuk është trajtuar nga Komisioni Evropian, i cili është mekanizmi i parë, institucioni i parë brenda BE-s, i cili ta jep dritën e gjelbërt për me procesu më tutje. Për më tepër, ne arritëm ta kthejmë shtetin edhe nën sanksione. Do me thënë, nën sanksione, ne i humbëm të gjitha fondet, arritëm që Kosovën ta sjellim buzë
pezullimit komplet, shembulli më i keq, vetëm ta përfundoj, dhe shembulli që kemi në rajon, mjaftueshëm, është Maqedonia dhe është Kroacia. Maqedonia ka qenë shteti i parë në rajon, në procesin integrues vite më herët, 20 vite më herët, për shkak të politikave të gabuara, sot janë ku janë. Ndërkohë që Kroacia ka qenë shumë më pas se sa Maqedonia dhe sot është shtet antar në BE. Do me thënë, politikat e gabuara brenda të sjellin të kthejnë pas. Ne humbëm fondet, ne ishim në sanksione, me nxi arritëm që t'i hekim sanksionet me lutje lartë e poshtë tek ambasadorët e BE-s dhe u desh të gëlltisim kafshata të idhta, si që është legalizimi i pasaportave ilegale sërbe, në mënyrë që të na hiqen sanksionet dhe përfundimisht në seansat e fundit tani, para mbylljes së punës së kuvendit, i kaluan marrëveshjet e ndryshme ndërkombëtare duke përfshirë edhe këto të planit për zhvillim, dhe vetë fakti që ne kemi kalu për shembull IPA fondet 2017-2018 tregon sa pas jemi. Okej, jeton? Tani, na nuk jena në fushat zgjedhore, na tre tha jeta në fillim. Po shpresoj që... Jo, lutem jeton, fal. Nuk jam në fushat... Jo, nuk jam në fushat zgjedhore. Procesi integrimit evropian nuk nje fushat zgjedhore në një, nuk nje pozit dhe opozit, nuk nje qeverisje lokale dhe qendrore, nuk nje parlament dhe ekzekutiv, është mekanizëm dhe është proces i cili e involvon gjithë aparaturën e shtetit të madh dhe të vogël, sepse kemi një qëllim. Dhe sa herë që flas për integrimin evropian, flas për gjendjen faktike në të cilin jemi dhe flas me dëshirën dhe vullnetin për ta pa shtetin që do të avansoj më tutje e di rëndësinë që e ka. Cili prej argumenteve të mimozës nuk janë vërteta? Asnjë prej tyre. Mos ndërhyj sepse nuk është kush vërtet ma shumë, se mu jemi bërtit edhe... Unë po flas me argumente, fola me argumente. Që të regoj që së qëndron asë njëna prej tyne tash. Të gjitha që i tash janë argumente, sepse ne kemi qenë në sanksione, apo? A kemi qenë në sanksione? A kemi qenë në situatën gati me humb edhe fondin për zhvillim? Unë po flas me argumente dhe leje komponentën dhe leje narrativën e zgjedhjeve dhe nuk jam në zgjedhje. Po pse e përngut, se s'më lëme fol? Jo. E përngut? Hajde një mision një në një edhe fol vesti. Jo, mos thuj që nuk janë të vërteta sepse janë në debat. Hajde, të ndëgjojmë Jeton? E qet jam. Koha e jote Jeton, vetëm pak të ndëgjojmë. E para o gabim, sepse Sali Berisha ka qenë kryeministri i Shqipërisë, e ka dërguar në Prag, në njëjtin vend ku e ka dërguar kryeministri Kurti aplikimin. A e ki gabim këto? Jo, nuk e kom gabim as pak. Asnjëherë aplikimi për antarësim. Aplikimi për antarësim shkon në Bruksel, nuk ka nevojë të shtetit të antarëve. Jo, gabim e keni. Po kurse e mban shumë s'po flas. Në të vërtetë, kush sa ka qenë gabim po shihen gjërat. Mimoza, tash veç dëgjoj, sepse un po shpresoj që ta kemi një debat të argumente të qetë. Sakt. Sepse agenda meriton një debat të tillë. Absolutisht. Shqipëria ka aplikuar në kohën e presidencës çeke, po ashtu në Prag, kontrolloje. Presidenca nuk është një organ jo zyrtar, është presidencë zyrtare që funksionon trio e din shumë mirë. Asnjë mangësi procedurale aplikacioni jonë nuk e ka, është aplikim historik. Një shtet aplikon vetëm një herë, edhe ne kemi apliku. Guximi për të apliku ka ekzistu, vizioni ka ekzistu, edhe tash po flasim kur kemi e marrë statusin kandidat, të cilin ju nuk i keni bërë se s'keni apliku. Është sikur me prit me hinë punë pa apliku. Nëse tash në kohën e ju ndodhë edhe kjo. Po nuk duhet me mujt me pas pritje për statusin kandidat, kur nuk i ke bërë aplikimin. Që po thoni ju vizioni. Ne kemi apliku. Vendimarrja duhet, këtë e din shumë mirë, e BE-s është brenda BE-s. Janë 27 shtete anëtare, i kemi 5 shtete të cilat ende nuk e njohin Republikën e Kosovës, dhe me të cilat ne kemi arrit liberalizimin e vizave. Përkundër kësaj, kemi gjetë konsensus.
Dhe jemi shumë Jo, liberalizimin e vizave keni shty për një 3 vjetë, sepse keni kalku vendin. Sure, ta shte edhe me fakte vizionin që se kthehemi, po se keni arrit kemi pas vizionin dhe në Kushtetutën e Kosovës, në preambull e kemi vendos fjalin e cila thot Kosova është determinuar drejt integrimit euroatlantik. Ky është ai vizioni që ne kemi pas. Dhe ju nuk keni mujt me apliku jeton, pa i pas disa procese më herët të trasuara, të ndërtuara, si që është marrëveshja për stabilizim dhe asocim. Nuk mund është pa i pas marrëveshjen për stabilizim dhe asocim me apliku për me marrë statusin kandidat. Fakti që nuk të ka njoft 5 shtete, ta përfundoj edhe këtë. Po ti s'mund është me përfundoj folon. Fakti që s'ta ka njoft edhe 5 shtete edhe kur e kemi nënshkru marrëveshjen për stabilizim dhe asocim. Me jetën ti, s'jarë për debat. Po të mos ishte vullneti dhe determinimi ne nuk e kishim pas edhe veç pak, Mimoza, ta ndigjojmë argumentin dhe në fund. Po janë argumentet të cilat të qëndrojnë. Unë visë sot thash që i ki gabim. Mirë, për aplikim e adresove, jeton, veç pak, jeton e adresove aplikimin, fondet e vënuara. Po a ti thamë edhe një aplikim edhe një gabim tjetër. Urna? Nuk ka lidhje aplikimi për antarësim me MSA-n. Hiç s'ka lidhje. Edhe këto verifikoje. Po që edhe shikuesit që janë online e verifikojnë se ka shtete. Do shta ti prej Prishtinës e ke ditë ma Okej, Mimoza, veç me ta përfundon të lutëm, Mimoz, veç me përfundu. Sa i përket vënesave, një vitin e gjysë të fundit. Jo, sepse nuk po du me t'lon me gabu ma tutje. Mirë, veç pakës. Unë e ty me t'lon me gabu. Jo. Po që beso kime... Të gjitha argumentet... Zëti Zulluaj, veç pak, Mimoz, të lutëm, të loj me përfundu. Qëre, jeta, nuk ka nevoj për... Vënesat në fonde. Qëto janë këgja konkrete që e afektojnë. Nëse zonja e ndëruar ka durim, sepse po besoj që unë se kam me në bedal për debat. Po e ndigjojmë Mimoz, të lutëm, po e ndigjojmë dhe i fund, kërkush kërkujt më smin, se cili me... Dhe nëse s'pajto është me mu, dëgjë, se s'është të thane për më pajto, se s'ku marra se më pajto. Përfundoje. Ka shtete të cilat kanë apliku për antarësim pa MSA në heqë. Dhe më thonë, s'ka të baj MSA-ja me aplikim. Dhe më thonë, vërtet bëjë edhe. Cilat shtete? Serbia e ka fillu zbatimin e MSA-s pasi ka ba aplikimin. Po marrëveshje ka pas? Po dhe po nuk është i lidhën zbatimi e MSA-s. Vonesat e viteve të fundit jetën. Qysh ja arsytojmë? Vonesat e para duhet konstatojmë a ka vënes. A është në dhe kena hupë. S'po falë për integrime, fondet e Evropës kena hupë. Visë të flasëm pak me rëndë, sepse fondet ku, në fondet tipat, fondet planit rritjes, janë ndame pastaj. Atëherë, në 6 vite, janisi debatit, tha në 6 vite Kosova ka ngesë, që anë e po t'i përmeni. Në pri vitit 2019, bruto produkti vendor është rritë për 78%. Papunësia ka ra për 15.5%. Bugjeti shtetit prej 2.37 miliard është rritë në 4 miliard për 69%. 28 vende kemi ranë në antikorrupcion, pikrisht për shkak se kemi pas qeveri të korruptuar. 6 vende jemi... Në fjallën të korruptuar. O të korruptuar e ka qenë, për sa kemi rënë. Kemi luftu korrupcionit, aktivisht dhe gjë. I kido se në ku kena rënë, lirit. Edhe jena ashtu po kena rënë. Ta kritikom të për qato. Unë për flasë që i kena fitu 28 vende në antikorrupcion, sepse para këtyre vend në 2019-2020 jemi ka korruptum për ma shumë se 28 vende. Si ma jeton qysh Shqipnia, po rangot edhe ma olt, e po është për para në bëjë. 6 vende përmirësim në Freedom House. Jemi të tretët në Evropën juglindore dhe të dytët me malë në zi për sundimin e ligjit në World Justice Project. Jemi në videm për demokraci elektorale edhe liberale, kemi përmirësim për 12 edhe 4 vende. Sovraniteti në veri për cilën BE-ja na pa të vendos masa, për shkak që nuk u pajtu me veprimet tona në veri. Ka pas përveç BE-s edhe subjekte tona që se janë pajtu me veprimet tona në veri. Por qytetarët... Tonë subjekte tona? Por qëre BE-ja, kër na ka vendos masat,
Jo, që nuk kupton për të specifik subjekte tonë. Dhe për specifik jam të bon. Do të ka pas edhe subjekte tona parlamentare të cilat i kanë arsyetu masat e BE-s. Për shkak se qeveria nuk është e koordinuar, për shkak se është qeveri që nuk pengon BE-n, po nashta si ki pa këtu debate parlamentare, është të vërtet që në veri ne kemi pas një plan për integrimin e veriut. Sot mund është me shku në veri edhe me vërtetu. Po janë qytetarët ata që e din më së miri. Dhe masat e BE-s, të cilat u vendosën kryesisht nga emisari Lajçak, për cilin tash më edhim dosjen që dolit Epstein, kanë qenë të pa drejta prej fillimit, sepse s'kishin baj asgjë me veprimet tona në kuptim të integrimit të veriut e që nuk ishin përputhje me sundimin e ligjit. Të gjitha raportet e progresit Bashkimit Evropian, kur kanë folë për sundimin e ligjit, kanë thënë që në veri, sidomos, nuk ka sundim të ligjit. Këtë situatë e kemi trashëgu kur edhe ju keni qenë ministre. Edhe është dashur më marrë edhe me këtë situatë. Tash, sikur ta kishit zgjidhur ju, s'kish pas nevojë hiç më marrë na me mos koordinim të BE-s për veriun. Por sankcionet për cilat po flisni në kohë reale, projektet e IPA-s të cilat kanë mujtë me u dëmtu, ajo që ka unë di është vlera totale e humbjeve nuk shkon më shumë se 7.1 milion euro. Për krejt kohën, sa kemi qenë në masa, ka 3 projekte të cilat janë prek nga këto masa. Kanë bajnë me, nëse nuk gaboj, me projekte për kinemat, për... Salt të perës. Po, do të kanë qenë të japë shifrat sakt, por janë 7.1 milion euro si shifër, ndërkohë që ne tash në seancën në prill i kalum edhe 6 marrëveshje për zgjatje të afateve për projektet e IPA-s 2019-20, të cilat ishin prekur nga masat. Çka ndodh? Është bërë vonimi në fillimin e projekteve, por nuk janë hup mjetet. E kemi shty tashmë në kuvend, masa tu përfshirë edhe këtë për ngrohtorin. Po du me ndigju Gazmenqorën që s'foli, je profesor integrimi evropian në fakultetin ekonomik. A shen Kosovë zëdiqoraj ulljet interesimit për integrimi evropiane? Shiko, unë ndeshta me lëviz për pak, se u bo pak në farë diskursi politik, thënë të drejten, para se me hynë atë aspektin teknik, unë e kësha dosh me sqaru diçka shumë të rëndësishëm që njerëzit nuk e kuptojnë, dhe unë mendoj që jam prej vitit 2005 në këtë proces, edhe në aspektin praktik, kom u dhejtë shumë procese, mirë po një gja e kom arrit një konkluz që shumica e qeverive, përfshi edhe këtë, edhe ma herët, procesin e integrimit e kanë pas si momentum për përfitime politike. Por çka ka ndodhur? Gjatë procesit e kanë pa që është vështirë prej procesit integrimit evropian me përfitu, sepse është proces kompleks, që shumë pak njerëz e njohin. Tjetër është ato blofet politike që i bojnë ose mbështetjet ose motivet për mu tregu, por është proces kompleks. E keni pa edhe për liberalizim të viza, ka qenë një farë motivimi, një dëshirë, premtime, gjana u shty procesi, ka qenë për këtë kandidaturës që u diskutu u shty procesi, do të thëtë, është shumë vështirë me planifiku në procesin e integrimit, sepse duhet shumë punë. E që vlerëson 2026 ku jemi, qëtash? Qëka kemi? Shikoni, une vlerësojnë aspektin akademik, por e ka vlerësu agenda zgjerimit që ne kemi probleme në shumicën e gjana. Ajo është proces nga përfshin gjithve. Jetoni, po dhëtë avancim? Shiko, jetoni mund tjeti i emrum politik, më falë jeton. Ku kemi stagnim? Sa këna hup? Shiko, në proces. S'do të thot me hup, duhet me fitu. Po dhe po, jo gjithmonë anën e humë, se të vjen keq. Nuk ju takoj aty në njerëzve. A është mirë që këna apliku në 2022? Shiko, zdeshta me dëry, po për atë nuk duhet guxim, për atë duhet parakushte, duhet koordinim, duhet ekspertizë, duhet përfaqësim i mirë. Mos harro, unë e kom përfaqësu Kosovën, paktin e stabilitetit për 3 vite. E kom përfaqësu Kosovën në zonën ekonomike rajonale, ju e dini. Para jush, e kom përfaqësu Kosovën në tregun e përfaqësim. Po të regoj që kom përvoj, edhe praktike. E pse së është përfaqësim i mirë sot? Jo, nuk po them që nuk është përfaqësim i mirë. Po thu së është në kuptimin nuk kemi mri
Ç'është Po po që shikë pretendon? një profesor ti me marrë statusin kandidat? Po se kemi marrë jeton. Unë po tham që shikë mbri unë se do pa të jesha pikues. njeriu më i lumtur, besoni, sikur ne ta kishim rrit statusin. Se unë do të kisha përfituar shumë. T'jeni të bindun. Po vis bëmi Unë konkret. jam Jean Monnet Qerë profesori vetëm në Kosovë, 2 herë. Apo thu që duhet me të punësu ty, ase që Jo, të jo, pëlqet jo, ajo. absolut, unë kom respekt për Atëherë- kolegët. atëherë, Jo, jo, veç ti tregoj jetonit. Cilat janë hapa që une- si ka bo Kosova? Që jetoni për menin që i ka bo. Është situata politike. Unë s'du tash me akuzu vetëm jetonin, se kjo është pjesë e Po, a ka mujt procesit. edhe që Gjithsesi- Akuzom, vis Jo, jo, tregom çfarë s'kena Me bo. bo diçka ma shumë. Edhe që Rrethanat cituat. politike nuk e kanë leju, sepse ashtu është dinamika politike. A bash s'ka mujt, pa marrë parasysh në tona Jetoni si politike me personi shku për vetëm fara? s'mundet me bo, sepse, shikoni, integrimi evropian nuk përfaqëson një person. Ajo është një nomenklaturë, një strukturë e ministrive, shoqërinë. strukturë e Ka doli. shoqërisë. Strukturën e ministrive e kanë pas në dorë pa marrë parasysh, a ka pas blokad Llogaritet, ajo politike. jeta e kanë pas Se nuk në dorë, llogaritet. se kanë pas në dorë. Jo, ministrit i kanë Shiko, pas. Ministrit po, por është, do me thonë, integrimi evropian përfaqëson përparimin e gjithëmbarshëm të vendit. Mhm. Po rolin kryesor e ka qeveria, e ka parlamenti, e ka universiteti, e kanë gjithë. Edhe diçka që deshta me, Mhm. do me thonë, integrimi evropian është keq kuptu. E keni pa në zgjedhjet e fundit, me qenë se s'pëdu mi përmend aspektin e zgjedhjeve, se jemi profesionist këtu. Por, a e ka përmend dikush integrimin evropian fare? Askush. Pse? Sepse e kanë bërë që është proces që është shumë vështirë me përfitu për ti. Që unë më bo Të pak votus. avokat i drejtë, unë të thomë që për shkak se këtë partit pajtohen që kemi vizion evropian, se kanë përmend. Jo, se kanë përmend sepse është vështirë me fitu vota prej procesit. Sepse edhe Brukseli ju thot, është proces. S'ka kur gjë kontestuese. Na qytetarët e dim që partit tona kanë qef me një. Problem është edhe qytetarët kanë, edhe pse në vendet që janë pjesë e BE-s ka ra motivimi, sepse e kanë po që është proces shumë i vështirë, është proces kompleks, është proces konkurrues. Edhe diçka e kom një problem. Pse ne kemi probleme? Jo vetëm jeton gjithë. Sepse procesin e integrimit e kem pas sikur diçka të jashtëm, sikur po na imponohet. Unë procesin e integrimit e konceptoj si proces që përfitoj prej tij, edhe politikisht, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e fondeve, edhe në aspektin e programet BE-s, sepse unë jam pjesë e universitetit, tash shqetësimin kryesor nuk e kam vetëm, a e kem paraqit kandidaturën, më falni. Unë shqetësimin kryesor e kem so a kem implementu me SEAN, so a kem implementu jetoni edin tregun e përbashkët rajonal, çka kem përfitu në digitalizim prej ti, Erasmus programin ku jemi, sepse kom qenë edhe ku jemi? Në kuptimin jemi mirë, se jemi pjesë e procesit, por nuk jemi mirë sepse kem përfitu shumë pak, sepse s'kem kapacitet absorbus. A ku shko faj këto? Të gjithë. Edhe UPA, i bjen edhe UPA Edhe vetë? UPA, edhe të gjithë. E qka i A e bjen kemi qartë. edhe në përgjithësi kapaciteti absorbus? Kapaciteti absorbus është me përfitu sa ma shumë prej procesit. Ne procesin e integrimit e shohim si aspekt geostrategjik. I bjen me shkrujt projekte dhe me implementu me projekte. implementu, me përfitu gjitha. Do me thonë, për te i qeveris, nas kemi kapacitete me shkru projekte edhe me implementu. Jo, shiko, qeveria përgadit kushtet, njerëzit aplikojnë, universitetet aplikojnë, OEQ, të gjithë institucionet relevante. Unë e kom shqetësimin tjetër, cili është shqetësimi im. Projekti Horizon është programi më i madh i mundshëm edhe në botë, po edhe në përmasat Kallzona pak BE-s. çka është Horizon? Horizon është programi kryesor për shkencë, teknologji, zhvillim, në cilin mundën me participu universitetet, qeveria madje, ministrit, mundën me participu bizneset, OEQ të gjithë. Për shembull, ne në baza vjetore paguajmë 1 milion euro për projektin Horizon, si qeveri, si institucione, si Kosovë, ndërsa përfitojmë shumë ma pak, sepse kem kapacitet absorbus shumë të ullt. Paramendoni, një projekt në Horizon mund tjetë 3 milion, 4 milion, 5 milion, 1 milion e gjysmë, 200.000, 300.000. Do të thotë, ku është shqetësimi im? Shqetësimi im është që ne, përveç aspektit politik, ku kemi mbri, sa kemi mbri, ku shka faj, ne duhet të përfitojmë prej procesit, sepse asistenca financiare, qoftë e IPAS, por unë e shoh rëndësinë shumë atë madhe edhe te programet, sepse 100 miliard euro është korniza e re 27 e programit Horizon, po ashtu Erasmus e të tjerat. Pra mendoni kush ka qenë përfituesi më i madh në kornizën e kaluar me 14-20. Për shembull ka qenë Britania e Madhe në programet e Horizon. Pse? Sepse ka universitete prestigjioze, ka institucione kredibile dhe kanë përfituar shumë.
Njerëzit e kanë votu, Kjo një vetë Brexitin, mirë po, ma vonë e kanë po që është proces i botës akademike se ju i takoni të dytë I të gjithëve, jo, du të them që është kritik për të gjithë. Unë e procesin nuk e shoh ku kemi mri që kemi mri. Raporti, agenda zgjerimi tregon që kemi ngecje. Unë nuk matem me Shqipërinë, me malin e zi. Unë du që Kosova me qenë përpara në procese. Është e vërtetë Shqipëria ka dalë prej një tranzicioni shumë atashpër. Tash e ka një datë, edhe ish ministresha Deshi ka fitu që datë? Kallëzëm qysh, se kapacitetet e Shqipërisë e ka fitu edhe me luftim korrupsionit, por me luftim praktik. Duke fillu prej kryetarit Tiranës e tutje. Që to ka ndiku? Shqipni rastin e Ivo Sanader, rastin e Kroacisë, sepse unë kom qenë edhe në Sloveni e kom studiu edhe rastin e Slovenisë shumë, rastin e Kroacisë, Ivo Sanader, Kroacia kur ofrohet afër integrimit në Bashkimin Evropian fillon prej nivele më të larta. Do të thot edhe e ka siguru një të ardhme. Jo, nuk do të shprehem në atë formë, por ajo është luftimi i korrupsionit. Jo me prejudikime, me propozime, me asnjë gjanash. Por une, si kritike, e shoh që ne të përfitojmë gjatë procesit. Do të thot, pavarësisht deklarime, pavarësisht aty në gjana, ne duhet të përfitojmë. Anën tjetër? Ta plotësoj pak gjithë këtë bisedë. Procesi i aplikimit është një akt. Por aplikimi jo domosdo do të thotë që do të konvertohet në sukses në qoftë se nuk janë përmbush disa parakushte paraprakisht. Një shtet mund të avansojë në agjendën evropiane së pari kur është shtet antar në Këshillin e Evropës. Ne kemi dështu me u antarësu në Këshillin e Evropës. Pse në Këshillin e Evropës? Sepse elementet themelore të demokracisë, rendit dhe ligjit, luftimit të korrupsionit e tjerë lidhen me konventat që dalin nga Këshilli i Evropës. Kur i ke plotësu një mori kushtesh bazamentin, pastaj të jipet e drejta me apliku për antarësim për marrjen e statusit kandidat në BE. Mirë, po mi mos dush me pranu që çështja e Deçanit me vite dështoj për çdo qeverie me plotësu çatë kusht. Sepse aty janë disa të mos e ndërpres mendimin. Ne kemi dështu me Këshillin e Evropës. Në momentin që ti ke qeveri e cila nuk është stabile, do me thënë nuk ke stabilitet politik në vendin tënd. Çfarë avansimi në marrjen e statusit kandidat po e kërkon, kur brenda 16 muaj ke 3 parë zgjidhje. Do me thonë, 3 parë zgjedhje, s'ke stabilitet politik. Stabiliteti, apo jo stabiliteti politik, është mesazh edhe për BE-n, edhe për gjitha mekanizma ndërkombëtare që një shtet nuk është i pjekur të avansojë më tutje, sepse nuk i ka plotësu elementet themelore që kërkohen, zgjedhjet, institucionet funksionale. Ne dështojmë ta zgjedhim një presidente. Ne dështojmë me nxjerrje formojmë një qeveri, shkojmë prej zgjedhjeve në zgjedhje dhe në anën tjetër po kthehemi dhe po krekosemi se kemi apliku për marrjen e statusit kandidat. Aplikimi është një veprim, gjithë procesi është pak më i komplikuar se sa vetëm me dorëzu një letër. Do me thënë, kjo është tepër me rëndësi me u ditë. Nuk i kemi hup 1 milion e diçka euro, por ne kemi qenë në rrezik me i hup 882 milion euro. Tash e kemi pas afatin e fundit me i kalu marrëveshjet, ratifiku marrëveshjet në parlament, dhe marrëveshjet në parlament janë votu me 2/3 e votave të deputetëve, sepse kjo është kriteri. Dhe për ndryshe, po të mos ishin votu, ne kishim humb ato fonde. Po që si kena humb, shqyr. Shqyr që si kemi humb, po e kemi pas rrezikun me i humb dhe llogariteni për një buxhet i cili është shumë minimalist, në krahasim me nevoja që qytetarët i kanë, me i humb edhe këto fonde, me të vërtet kishte qenë mizerje. Jeton. Po më intereson diçka, në llogarin e qeverisë Kurti, masi keni apliku, me siguri keni pas një vizion, kur menoni që është reale me pri qytetari statusin kandidat. E di që menon që po të shti në gërshon, e kome ta majt men, këtë moment si ai puna e shampanjit ish kolegu tonë, Donit, që ja kanë shu disa herë se e festejke vizat, a vizat su bon edhe zite tona. Nuk jemi të festu edhe vetëm se mundemi me pas një debat që... A kenaj datë reale
vit real që menon që Kosova mundet mu pranu si statusi kandidat me? Për me pas datë reale, na vyn me kontrollu krejt variablat me cilët ecë progresi. E na nuk i kontrollojmë sepse është vendimarrje BE-s. Nuk marrën vendim për BE-n. Variablat tona. Po, unë për tona... Kur ja bojmë na hyzmet? Kur na i krymë punë tjera? Jo, s'më thonë kjo. Më falë, mirë është kjo, po nuk mjafton. Beso që tash, sepse vista bëjmë një strukturë të argumenteve, se po kështu, beso që në fund, ajo që ka të banë antarë, është progresi demokratik, mirëqenja ekonomike, sepse antarësimin Bashkimin Evropian, nëse je vend i varfër e i korruptum, vetëm si proces formal, nuk do të bën mrekulli brenda vendit. Ulja e byrokracisë, digitalizimi, avancimi në shkolla, krejt këto sene janë po ashtu. Krejt që kjo proces, në cilin ne, nëse cilin sektor, kemi avancim me shumë shifror të progres. Në cilin sektor që e merë, unë visaj përmena shifrat. Tash, kena regres në shkolla, me PISA jena katastrofë, me digitalizim jena katastrofë, më falë, janë shumë punë tjera që janë mrapa. Në HR, u këthym. Kur gjo që u këthym. Adhe mirë u këthym, po shkollat i kena me nivel shumë të ullët të suksesit. Unë e menoj që kjo është proces, pajtuam visa. Për shembull, inkuadrimi i fëmijëve në qerdhe është njëri prej kushteve. E kemi shumë të vogël, çka keni premtuar, çka keni inkuadruar në qerdhe ku s'kishëm as qerdhe. Domethënë jam të ndërtuar qerdhe. Po abden, veç pak sepse progresin po nuk mundet për një mandat me mbri progresin që s'është bën për 20 vjet. Duhet me prit pak. Ndërkohë që shifrat duhet me u gjyku. Ani, për shkak se vjet çfarë progresi keni bërë se kisha ardhur se a di cilën tash më si po flet, a di cilën kërkesa kryesore për edhe nëse i ki 100% sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit, krejt nëse i ki 100%, a di cilën kërkesa kryesore? Marrëveshja 2013-ës që e keni nënshkruar. Apo e 2023-ës edhe? Jo, edhe 2015-ës që ju ka rota në dhe keni kthy mandej, që keni kthy mandej. Unë s'po të ngusi, po për bes, adhe nuk i s'ka me kalzun këtë nivelin e tretë politik asociacioni. Shka është, a mund është një tënë? Asociacionin e keni bo dhe e keni fut arbitrajën dhe rezolutën 1244. Kjo është marrëveshja që e keni bo ju. Dhe asociacionin në kohën kur ne e keni bo ka qenë marrëveshje dhe ka qenë mekanizëm koordinus, por jo nivelit tretë administrativ si që keni boju. Dhe e keni kthy, e keni fut arbitrajën, e keni fut rezolutën 1244. Nëse bon veç me plotsu që pjesën e... Jo s'munësh me plotsu pa e kryon. Jo s'munësh e... Jo, pa ta dhon fjallën jeta, e vendos ta dhone... A bon unë veç me të pytë, Jo, nuk e la me folë. Po nuk e la me folë, po du me i pre asociacionit, sepse të dy folët... me dëgju, edhe dush më mësu... Po e akuzoni, veç pak, jeton, fole për korupcionin... Se je profesoresha atje, dush më mësu edhe me dëgju. Veç pak, lutëm, jeton e përmene korupcionin, unë përdu me thënë që Kosova nuk ka strategji korupcionin që 3 vite, është njëni për kushteve me pas. Edhe për kundër këtyre banave të mira, pse s'ki strategji të korupcionin si qeveri që 3 vite? Vesita që po kthena, se o përmen në raport të BE-s që strategji kundër korupcionit qeveria Kosovës ka bo që 3 vjetë. Okej, por që e qita së nërën, por qita dhe disa sene tjera, dhe që është bëjnë pak debat. Ndodhët pa tjetër me kry këton, se s'mundë vish me thonë pohime të cilat nuk qëndrojnë. Dialogu është këthy në kriter të antarësimit. Dialogu... Ka qenë, vala jetën. Po dhe po... So këthy, po ka qenë. Hënë e donë ka qenë, se na kena qenë... Vetëm se ka nisë në jeta... Kena qenë shtet i varëm prej BE-s. Me... E u leksin që ka. A ban ti, po, anë ti e ki mendimin tanë, po të thamë në temen, dialogu ka njës në 2011, ndërkohë që ka kalu, ka njës si teknik, kaloj në asociacion, shkoj në gjykatë asociacioni, edhe mbet atu si kërkese përhershme, për të adresu në marrëdhëniet me Serbinë. Ne, çka kemi bërë, është që jemi fokusu në avancimin e demokracisë, të ekonomisë, progresin shoqëror, në ndërkohë me nda prej dialogut procesin e zhvillimit të shtetit. Pse? Sepse nuk jetojmë në dialog, ne jetojmë në Kosovë. Marrëdhëniet me... Ti a ke bojë zmetin me nda, veç pak. Ti a ke bojë zmetin veç më du me të pytë. A e ka nda Evropa? Në fund, a e ka nda... Mendoj që, sepse këtu përmen edhe Këshilli i Evropës, pas një lidhje, sepse jena të folë
për S'ka lidhje, s'mundesh me s'është avazhdu. kriter, apo përveç po vendos sa në kod. Mundesh jeton të lutna. Nuk është kriter Këshilli i Evropës për antarësim. Lutem, me ndo çka po fol, nuk mundesh me avansu në rrugtimin drejt integrimit në BE pa i plotsu kriteret themelore të Kopenhagës që dalin Kushtetuti nga hit integrume, pse nuk pi vlerëson? Po pse s'pi vlerëson? Nuk mundesh sepse është Këshilli i Evropës ai i cili ta jep vullën e parë që vazhdon më tutje. Lutem, jeton, mos hi me polemizu me senet të cilat nuk i din. Lutem, vazhdo lexo letra që i pas ke marrë të shkrume, po nuk të kanë letra duhet me lezu, ti kishe lezuar edhe ti se kishe pasur debat. Mimoza, a mujmë të lutem e lanë me përfundu mandata e fjalës? Në Këshillin e Evropës e kena në raport të juristëve eminent, të cilët e kanë vlerësu, e kanë skanu gjendjen e Kosovës në përputhje me kërkesat për antarësim Këshillin e Evropës. Edhe ata thojnë, në rastin e Kushtetutës së Kosovës, standardet janë përtej atyre ndërkombëtare. Ti duhesh me marrë këta si të mirëqen, që ti standardet ndërkombëtare sa i përket kornizës kushtetuese i ki, mësoj që si ki, sepse e dëmton veten edhe shtetin. Kështu që në lidhje me antarësimin në Bashkimin Evropian, ne nuk kemi asnjë pengesë të madhe të orientimit strategjik e të kornizës kushtetuese, të cilën nuk na lejon me ecë përpara. Bile jemi shumë të avancuar. Ajo për çka ne kemi nevojë është një diplomaci aktive, gjithshoqërore, në të cilën ne po e bëjmë, por nuk mund ta bëjmë gjitha hapat për një herë. Liberalizimi i vizave dhe aplikimi nuk është thjesht një proces i vogël, ndërkohë që ajo çka po bëjmë tash është që me Shqipërinë, kur po themi që do të marrim disa përvoja të Shqipërisë, Shqipëria e ka përvojën e mbushjes të pyetësorit për aplikimin për antarësim. Ata e kanë përgjigj mira faqeve të cilën ne do t'i marrim si përvojë. E kanë përvojën e screeningut, sepse janë më përpara në proces, kanë bërë qindra prezantime të screeningut. A keni grupe punuese të përbashkëta? Do t'i fillojmë, nëse jo në fund të këtij muajit, në muajin tjetër, zyrtarisht do t'i fillojmë grupet për pa marrë parasysh çka bëhet me zgjedhjet, ti do të punojsh këtu. Absolutisht, unë jam listë zgjedhore, unë s'm marr këtu për me bë fushat. Screeningun me Shqipërinë tjetër çka keni me bë? Do të pris screeningut, do t'i ngrisim struktura ndërinstitucionale për negocim për antarësim. Kjo nënë kupton që duhet të ngritim mbi 100 struktura të negociuese. Përveç krye negociatorit, do të vendosim krye negociator për secilin cluster që janë 6 clusters, i kemi 35 kapituj, duhet negociator për secilin kapituj. Çfarë janë clusters për shumicën e njerëzve? Grupim, për shembull klasteri i parë është grup i obligime, për shembull i pari thirrët fundamentet ose themeloret, e që është sundimi i ligjit. Një tjetër është konkurrueshmëria, një tjetër është politika e jashtme. Shpjegoma jeton, s'ke qenë atëherë, po pse kjo qeveri e msheli Ministrinë e Integrimeve Evropiane, këtash mas 5 jetëve pishman është, po do me bo struktura ndërministrore. A jeni pishman që i keni mshelë qatë ministri? Jo, struktura ndërministrore s'është patjetër e thane me i bo Ministria e Integrimit, i zyra e kryeministrit. Ne në nivelin e përfaqësimit të integrimit evropian e kemi të lartë, sepse zyra e kryeministrit direkt po merret me këtë person. Unë jam brenda zyrës kryeministrit si kryenegociator. Tash s'ke qeni caktuar për. Mirë, vetëm më lejo tash faq vizionin sepse nuk po rrin vend numrim. Normal, po presim vendimarrjen e BE-s edhe po punojmë, se nuk është që po presim ata ta marrin një vendim. Ne po punojmë edhe me shtetet mosnjose, unë tash me 10-11 isha në Qipër në samitin e ministrave të çështjeve evropiane, pa ta takem edhe me zëvendësministrin e punëve të jashtme të Greqisë dhe u prita edhe nga zëvendësministrja për çështje evropiane e Qipërës, ndërkohë që po punojmë me të gjitha shtetet paralelisht. Të gjithë janë bindun që Kosova e meriton statusin kandidat. Mirë, e përmere njërin për clusters apo grupeve diskutimit është sundimi i ligjit, e raportin për BE, për kundër donave që ki prutin, raport po thot që gjyqësori është indikum politikisht. Gjyqësori është i lirë edhe i pavarur. Si jo si pas BE-s. Ndërkohë, ndikim politik gjyqësori nuk ka, dhe ajo që ka gjyqësori duhet me bë është me kon i lirë dhe mrenda vetës. Është i pavarur nga politika, ne kemi ndikimin politik për gjyqësorit, ata tash duhet të jenë pavarur edhe nga njëri tjetri për brenda, sepse kemi këshille që e qeverisin. A dalë që tashën këshill prokurorial janë shtu përfaqësues të kuvendit. Njerëz pikë kuvendit
ka vendos politika kanë me çu në këshill. Unë mendoj se ata duhet të jenë të lirë edhe prej të tjerëve, sepse janë të pavarur prej politikës, duhet të jenë edhe të Jo valla, dush mi marr votat ka dalë, dush mi marr votat ku vend. Qyshi për me hi aty, për mi marr votat ku vend duhet me dosht politika, për me hi në këshill prokurorial. Reforma po thu që o gabim, apo s'po kuptoj? Veç po thom që kanë me na interpretu si ndikim politik. Në fund, rezultati po është politik. Sepse gjithë shka është konsultu me Bashkimin Evropian, nuk besoj që do të ketë këtë kritik, por nëse ka kritikin, pastaj mund të adresojmë. Zëni Qoraj, qysh e sheqet punën e Kosovës në qëto grupet edhe marrjen e përvojës për Shqipënisë? A e shes si diçka që mundet realisht me ndodhë shpejt? Shiko, unë e kësha spjeguar fillimisht atë aspektin teorik, po edhe praktik që shka ndodhë me vendet e tjera, ju e dini zgjerimi i madh i 10 vendeve të vitit 2004, që ka qenë edhe Slovenia, vendet e Evropës qendrore, do me thonë kanë bu një progres të jashtëzakonshëm, janë një rast i mirë, unë si model më të mirë në shoh Slovenin, Kroacin, me Shqipërinë kemi një bashkëpunim vllazëror në suazat e tjera, por unë nuk e kisha pasi modelin më të mirë. Ju e dini tash geopolitika ka ndiku edhe në përshpejtimin e procesit integrimit. Janë dy modele, do me thonë modeli individual kur vendet zakonisht pranohen bazë merita tyre për mbushjes kritereve, dhe është modeli grupor, kur zakonisht bëhet për me tregu, me çu mesazhin që Apo sheti model grupor që tash në BE disponim për model grupor? Deshta edhe diçka para se me shku aty. Geopolitika, Rusia, këto problemet kanë ndiku në një farë përshpejtimi, mirë po unë e kom pa dhe një rrezik tash që ishte Shqipëria me Serbinë për heqjen e vetos, sepse ajo ka qenë një tentativë gjoja për me lehtësu procesin, por Serbia nëse hyn para nesh, atëherë ka me na e ngadalësu procesin e integrimit, gjatë negociata, sepse unë e di shumë mirë edhe procesin që ka ndodhur dhe Sloveni, Kroaci, shumë vendet e tjera që kanë pas shumë pak probleme, tash ju paramendoni problemet që ne kemi me Serbinë, për shembull mja leju një gjatë e tillë, do me thonë ende nuk ka qartësi. Unë kisha mi përmend edhe për shembull për kriteret e Kopenhagës. Kriteret e Kopenhagës janë ekonomik, politik edhe ato juridik, aki komuniter që i quajmë. BE-ja mas krizës financiare globale ka kërku që si kriterje me hyrje dhe të konvergjencës. Çka janë kriteret e konvergjencës? Do me thonë kriteret që i plotësojnë vendet për me qenë në eurozonë, që ja sigurojnë një stabilitet monetar fiskal. Çka kishte ndiku kjo? Kjo kishte ndiku që Kosova dhe vendet e tjera kurdo që bëhen antar, me qenë shumë të përgatitur ekonomikisht. Por a kishte me zvoglu shpejtësinë e integrimit? Po. Geopolitika, proceset aktuale që kanë ndodhur viteve të fundit, normal e kanë shpejtu procesin, dhe tash është shumë e paqartë se si ka me ndodhur procesi. Ne kam një këshill edhe për jetonin, edhe një mesazh, sepse e njoh shumë mirë edhe aspektin teorik edhe praktik. Unë e kisha sugjeru që ne si Kosovë, çka duhet me bëj? Ne duhet t'i plotësojmë kriteret që na kërkohen. Ne s'kemi nevojë jeton me ngrit njerë struktura kur nuk jemi afër procesit. Ajo para përgatitja krejt është në rregull. Unë kom pas debate edhe me kolegët mit. Duhet jemi pjesë e OBT-s, duhet jemi pjesë e kësaj. Shiko. Cilat kushte mi plotësu? Tregona neve publikut pak çka po nuk kupton. Jetoni e din, ne kemi MSA-n, marrëveshjen e stabilizim asociimit, që çon shumë është me rëndësi, sepse çka bën ajo? Unë përmenda në fillim. E si jemi tu e zbatu? Jo, jemi tu e zbatu. Mirë, po shiko, MSA-ja nuk është vetëm për me bëni plus atje që e plotësum të BE-ja. Jeton, lutem. Jo, shiko, s'e kam për kriter. Për më antarësu, nuk është kriter. Shiko, s'kemi arë këtu vetë puna në antarësimit, se jemi shumë largë. Edhe beso që kemi, unë të garantoj. Se vene tjera. Jo, edhe kemi më taku na shpesh para se më antarësu. Tregojmë në ty. Pse jemi shumë largë? Sepse po dhe tregojmë. Ky është procesi që ne e keq kuptojmë procesin. Problemi, sfida. Ku e keq kuptojmë? Që sepse ne procesin e shohim të integrimit vetëm e bëni plus. Na se shohim që ashtu. Jo, shiko. Kush peshe? Të gjithë ne. Po ju pëqonë se shosh ashtu. Nuk mundesh me folë me tamen. Ti që unë shoh si progres. Po unë po të shoh kur njëri vetëm po janë vendin e durën ashtu. Jo, nuk janë vendin e durën. Fal, mos tym na debat. Jo, nuk. Po haj tregom pse? Jo. S'kem shiko, tregoj pse. Cilat kushte Kosova, a me diçka konkrete që e she çdo qytetar. Masa sanitare, fitosanitare, rregullat e origjinës. Këndë ndihmojnë masa sanitare. E ndihmojnë eksportuesin ton. Ideja ime nuk është vetëm ne me plotësu MSA-n, por
duke plotësuar me sean, m'ja mundësu jetës me eksportu ma letë. Mos m'ja kthy produktet në kufi, në dogan. Edhe na me hangër sigurt, jo veç me eksportu. Për shembull që tregoj, ne kemi heq tarifat me ceften. I kemi heq tarifat me preferenciale tregtare, me BE-n, me mesan, me ato. Por ne jeton barjera jo tarifore. Pse? Sepse nuk i kem plotësuar si duhet çdo masat sanitare, fitosanitare. Çka i vjen? Neve na kanë kthy, dëgjoj, kem pas edhe për Shqipërisë fatkeqësisht. Na ka kthy qumshtin, patatet, shumë produkte. Kem pas për Maqedonisë, mos themi për Serbisë. Prandaj, ku po du me dal? Du me dal në atë aspektin që unë procesin e integrimit e shoh dhe kuptoj si proces që na ndihmon secilit. Jo vetëm për aspektin formal. Që kjo aspekti fitosanitar është shumë. Nuk kena dallim që ç'është me arrit. Po edhe ato me arrit. Do me thonë duke plotësuar më mirë me sean, ne ja mundsojmë biznesit ton mos më ja kthy produktet. Nuk i qeveri që krahasosh. Tash qeverisjen. Po shore, çka ki dëshirë edhe çka mundesh me bë e krahason me qeverisje. Në këto 6 vite, progresin që e kemi bërë përkthehet në ecje përpara drejt Bashkimit Evropian. Ku kemi ecje tonë, se unë kisha me qenë njeriu më i lumtur, të lutem trego praktikisht. Po, e ki paraqit një kandidatur, një faqe është kandidatura, unë e di si funksionon, se kom qenë procese, krejt unë e jom gëzdu, kom qenë njeriu më i lumtur, edhe kolegu em ka punu në të, mos ta përmendi tash me emër ka qenë para josh. Po komponuar Fatmia nuk kemi qenë krejt në rregull, kemi bashkëpunu, jemi konsultu edhe me Fatmirin edhe me të gjithë, se unë jom pjesë e komunitetit, që jom pjesë e procesit integrimit. Po mos u merr veç me Jo, unë ndihmoj procesin e integrimit, tregoj tash, ma shumë se shumë njerëz të tjerë edhe që janë qeveri. Pse? Sepse unë duke fitu çmimin Jean Monnet, unë bëj një ju e dini shumë mirë. Do me thonë, është një reputacion i pamatshëm, është një reputacion për Universitetin e Prishtinës, është një reputacion për fakultetin. Prandaj ne nuk i kemi thjesht, i kemi rolet e ndame, por ne kemi betejën e përbashkët. Ti vetëm sa më këshillove, mos mi bën struktura ndërinstitucionale. A bën të pyes pse? Sepse ke shumë punë me plotësu me sean jeton. Jo, po ke shumë punë të cefta jeton. Ke shumë punë të tregu i përbashkët regional jeton. Ceftën, mos më trego se e kena gjetë me unë mek, kena bërë shumë punë e kena hek. Jo, atë e kom përgatitur bashkë me Robert Muharremin, draftin për me pavarësu për ceftës në vitin 2021. Kom qenë koordinator. A keni pavarësu? Ajo është proces, ka qenë Covid-i, më falë. Më falë. Që profesor, dëshirat, unë e t'inkurajoj me punu, por proceset unë e një shumë mirë që funksionojnë. Unë e kom dëshiren që ju me për... Unë i vish me thonë e një shumë mirë. Jo, e një dhe ta dokumentoj, sikur se jom duke vepru. Na kemi vepru, na kemi hek unë mikin prej ceftës, më zonë të rego qysh se ju marë 3 vjetë me këtë punë. Jo, nuk e marë se unë ta dëshmojnë kompjuter, e kom draftin që e kemi punu. A me i draft tash po heqka? Po. Me draft heket për s'mundesh më bos kandidat potencial, as kandidat i Bashkimit Evropian. Jo, unë të regoj në aspektin akademik, dhe ishta me hy, edhe nuk e nëzita debatin, por unë veç po të regoj qësh funksionojnë gjana. Ja, s'mundesh me funksionu se spedent që ta. Profesor spedent, që të regoj pse? Jo, vjen ti je në pozit shumë keqe. Sepse po merr mesazha, po merr letra, po merr, nuk ke pavarësi individuale, as profesionale. Ti s'mundesh mund të thonë po den, fal. Nuk je gjyqtari, ti as profesori. Respekt, unë të respektova, ki kujdes. Respekton, veç dëgjoj, po dëgjoj kur po flet. Okej. Sigur problemi që ju... Po s'mundesh më mbinë me gjanat pa qenë, as do të ri. Më falë, sa ato nuk funksionojnë. S'mundesh të më ngrit kapacitete kur je shumë larg procesit. Secili me përfundu fjalën. Profesor, për ceftën, kur kemi ardhur, s'kemi gjetë asnjë letër në sekretariatin e ceftës që kërkon në Bruksel. Po tash apshe s'ki durim me dëgju. Kur kemi ardhur në qeveri, nuk i kemi gjetë asnjë letër në sekretariatin e ceftës për heqje të unë mikit në agjendë. Ti kontrolloje, profesor. Veç po tregoj, po që brevis ta këqyri se mundën me kontrollu masanej. Nuk i kemi gjetë... Kemi nevojë e tonë me kontrollu, ne kemi përgatit draftin, letrat... Profesor, veç lem ta përfundoj. Po, në regull është, respekt. Po nëse ki respekt, lem ta përfundoj. Kom respekt. Nuk kemi gjetë asnjë letër që e vendos në agjendën e sekretariatit të ceftës heqjen e unë mikit si përfaqësuese e Kosovës. Unë ju membru Sherpa i Republikës të Kosovës në mars, nëse s'ka bëjt vitit 2021. Një ndër detyrat e mia të para, ka qenë në qershore kemi propozu SAFTA, Southeastern European Free Trade Agreement, ku kemi dasht me e mbyt
mini Schengenin edhe mas ne këtë Open Balkan. Po me qatë ideje të? Prit veç pak. Po jo, për s'kina me pajtu. Edhe e kemi bën kërkesën me qitë në agjend, me ministrën ministrën Rozeta Hajdari, me vendos në agjend. Prej asaj dite nuk është dalë prej agjende, deri sa është hjek. Që kjo është një veprim konkret, profesor. Kush është hek? Unë mi iki prej seftës. Jo, bre ti the sefta. Ju keni lujt loja ma Sefta është një tjetër propozim që e keni bo. Di që e keni bo, pa jo s'funksionon. Jo, ajo tjetër ma bet ka funksionon shumë mirë. E di. Kur dy ministri keni prej asaj kosa dhe keni pasur ministrit tregtis. Mimoza se kemi gjetë. Pyetemi se ministrit i keni edhe tash që atëherë i keni pasur. Edhe profesor, nuk kemi Me gjithë gjetë. respektin, sinqerisht, që më lejon vetëm një minutë, të gjitha dokumentet, se unë kom qenë koordinator para josh, kur e kem bo dorëzimin, beso. Kujt të keni bo dërzimin? E kem bo dorëzimin kryeministrit Kurti. Po? Në mars 21. Po s'ka pas letrën Jo, sekretariat gjitha letra atë janë, e kom edhe kopje. besoj. Besom, ndëgjoj tash. Veç të them diçka. E kem bo antarësimin, jo tregoj, transferin nga zona ekonomike. Fakteve alternative. Jo. Ku reale po ndodh. Për korrektësi. Sepse shiko, Korrekt kjo që po bën. ne kemi marrë takimet në zonën ekonomike rajonale. E kem bo antarësimin e Kosovës në tregun e përbashkët rajonal. Ju e dini që tash jeni ju përgjegjës. Ju në bajt gjitha takimet, ka qenë edhe antarët e Shqipërisë edhe gjithë, kemi bashkëpunu shumë, edhe gjitha dokumentacionet, gjitha Pa takimet kemi të pas mini relevante. Schengen kur jena ardhë në qeverinë 2021, a akon? Jo s'ka pas, ato kanë qenë deklarata, ka qenë Open Balkan, s'kanë qenë shumë Jo, Open deklarata. Balkan u bo ma vënë. Jo, shiko. Mini Schengeni u bo Open Balkan. Jo, shiko, ne kemi refuzuar atë, madje e kemi diskutuar edhe me Brukselin. Jo, ne po folim, jo në fakte të vërteta. Çështja e ceftës është regjistruar në Rregull, ju përgëzoj për ceftën. Pani po thoje pra, se dyqysh kur po mohohet gjithçka. Jo, atë po hem s'po ka. Jo, ne jemi këtu me mohu, besom. Por Të gjitha dokumentacionet veç pak. Në fund jemi në fund të emisionit, Mimoz, cila do ishin rekomandimet jo politike për çfarë do qeverie që vjen pushtet, çka duhet me bo shpejt nëse s'ka blokada. Po e bojmë një farë supozimi që nëse s'jan blokada, çka duhet mu bo urgjent. E para, shumë e rëndësishme me përmend që procesi i antarësimit i ka dy elemente, dy komponente, pjesën teknike dhe pjesën politike. Nuk mundesh me avansu në asnjë moment pa i përmbush kriteret që kërkohen nga ne. Janë ato Çka kemi ma urgjente? Që te ne është gjithçka urgjente. Janë vetëm ta përmendim me marrëveshjet që u kaluan ditët e fundit të parlamentit, parashihet që ato marrëveshje, domethënë IPA 2017-18 e tjerat me rand, duhet të kontribojnë, fondet i kontribojnë përmbushjes së 111 kritereve që neve na duhen, domethënë është gjithçka me rëndësi. Arsimi, drejtësia, energjia, digitalizimi, ekonomia e gjelbërt, secili sektor që e prek shoqërinë e Kosovës është me urgjencë dhe duhet paralelisht të përmbushën kriteret në mënyrë që ne të avansojmë, prandaj edhe na janë nda fondet. Ne i kemi marrë po na janë zotuar 882 milion euro, megjithatë nuk mund t'i marrim nëse nuk kemi projekte konkrete. Ja projektin dhe pastaj i merr qoftë grantet, qoftë kredit në formën e butë dhe vetëm atëherë kemi të drejtë t'i shfrytëzojmë. Dhe te çështja e antarësimit është përmend në BE, ka pas zëra nga zyrtarët e lartë që shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet deri në 2030 të gjitha të antarësohen në blok. Mali Xhipet shumë përparësi dhe supozohet që deri në fund të 2027-s ata do të antarësohen, ndërkaq shtetet tjera dikush më herët e dikush më vonë, por deri në 2030, dhe kjo për faktin e urgjencës së luftës në Ukrainë, që ka dërguar mesazh që BE nuk është e interesuar të lënë zbrastira në Ballkan, që fuqitë e treta të ndërhyjnë dhe ta shfrytëzojnë Ballkanin si poligon për interesat e veta. Do me thënë, ne kemi shumë e rëndësi dhe një detaj tjetër, se u përmend antarësimi i Serbisë në BE dhe blokada që do të mund t'ja bënte Kosovës. Gjatë kohës sa kryeministri hungarez Orban ka qenë në krye të Hungarisë dhe ai në shumë forma e ka pengu një mori
procesesh në BE, është diskutuar dhe vazhdon të diskutohet një ndryshim të procesi antarësimit që është votimi me shumicën e kualifikuar, që nënkupton që asnjë shtet antar nuk do ta ketë të drejtën ta bllokon shtetin i cili është në proces të antarësimit për të antarësuar për shkak të tekeve bilaterale. Bie fjala Slovenia, Kroacin, një kosht munduar ta mbaj peng derisa. Faleminderit. Faleminderit, jemi në fund, jeton fjala e fundit, çfarë pret ti prej qytetarëve? A është ndaj sen që qytetarët mujnë me bo për integrim më të shpejt, apo këtë është çështje strukturale e qeverive institucioneve? A mujnë diçka qytetarëve? Jeta, faleminderit, sigurisht procesi për rolin më të madh e ka qeveria me reformat, kjo është e pamohueshme. Në anën tjetër, qeveria derivon prej kuvendit. Një shoqëni tash e përgjithshme e cila thotë që e ka synim antarësimin në Bashkimin Evropian, e ne e kemi vendosur si orientim strategjik, gjen konsensus karshi kësaj teme. Dhe thotë janë disa tema për cilat ne nuk do të pajtohemi, apo për disa tema për cilat mund të shtyhemi kështu mirë, po në agjendën e integrime do të arrijmë konsensus sepse kemi kështu. Kjo nuk po reflektohet në kuvend. Dhe në kuvend, ndryshe prej qeverisë, ku kabineti qeveritar është prej ministrave, kuvendi ju prej deputetëve. Shtu po pajtohen ditën e Evropës, edhe kur ishte mysafir, thanë nevoja për kompromis. Evropianët non-stop bëjshin presion. Dy anë. Kompromisi s'bën atune me vetveten, duhet me dikant me bë. Kompromis të partive kam fjallë. Marrëveshjet e BE-s. Faleminderit, pajtona me ty në kuvend. Ti me votu presidentin. Me votu presidentin. Po, se dhanë asnjë propozim. Zbon me thonë, vetë vendosja pedojna presidentin ton, e që këso kompromis. Pajtonë, pra ndaj thamë, zgjedhni ju 3, edhe ja votojmë njanin. Okej, kjo ishte krejt për debatin për Bashkimin Evropian, shihem me juve nesër mbrëma në kohë të njëjtë me debatin e radhës. Natën e mirë.